debate me Robertin dhe të kanë thënë Stenaldo mos vjen pre i provokimit. Okej, sepse Juela nuk të përdor ty me Robertin në debate kur ai më pyet mua për Stenaldon. Dhe unë kam debatu, e di kush ka qenë qëndrimi me Robertin. Unë kam debatu 2 ditë për ty. I kam thënë që ai mos të fyej, mos të merret me ty. Kjo ka qenë Juela. Kjo ka qenë Juela. Lëre ti se si e ndërton Lore Roberti me mua, Juel. Lëre si e ndërton ai garë. Ti mbaj qëndrim kur ai mua më drejtohet me fjalë fyese. Kur ai merr nënën time shembull, që duhet të vi tu. Ty që qëndron krah për krah me të dhe më kërkon mua të mbaj qëndrim për ty. Dhe kush është justifikimi? Kush është justifikimi jot? Justifikimi jot është po ik më Juel se s'kemi çat përdorim ty Juel. Nuk kemi çat përdorim ty. Nuk kemi çat përdorim ty Juela. Ti po jep shpjegim për të gjithë njerëzit që nuk mbajnë qëndrimin të shtëpi. Po thua, Juela, ma ke thënë, dhe mbasi ti sqaron me mua, të kam shumë gjan Juela, unë isha duke bërë thjesht dhe ta thash troç. Po çfarë do të thonë ajo tentativë? Po sigur të ishte një tasë me të thash Stenaldo është fantazi, nuk do bëhet kurrë. Po jo s'ma ke thënë fare, s'ma ke thënë fare. Dhe më ke ardhur me Tanin dhe me Rogertin duke thënë ne kemi votat për ty dasë. Po i gogocës duan, nuk dua dhe nuk kam nevojë, dhe nuk më intereson. Mos u bëj njëri shfrytzues, se kjo të bëri 2 herë më shpinjose. As kam çfarë shfrytëzoj fare. Nuk kam çfarë shfrytëzoj Juela. Nuk kam çfarë të shfrytëzoj. Nuk kam çfarë të shfrytëzoj. Ti e ke përdorur Juelën në debatet e tua me Rogertin. Ti e ke bërë. Ti e ke bërë. Juel, je vegël e ti. Nëse je vegël e ti, do goditesh bashkë me të. Po ty bravo. Po ma ke ardhur me ke kërkuar mua. Po ke ardhur ke kërkuar me Tanin dhe me Rogertin. Po mua është në kamerë. Është në kamerë. Është në kamerë. Është në kamerë. Dhe ti je mbrapa tyre. A ke bërë shaka? Kam thënë unë nuk e bëj dashur. Ke thënë are po shfrytëzoj një rast. Ne të dolën dhe në Prime. Unë nuk e bëj. Klipi joti përgatitjes. Po nuk ka rëndësi këngula s'këngula. Mua më erdhe aty përpara fytyrës. Çat këngule ti kur thosh ai Juel mos marrë këtu me këto lloj idesh. Ide të çmendura. Jo ti s'ke thënë ashtu. Ti ke thënë vlerësimin Juela. Ja, s'e kam thënë. Jo, s'e kam thënë ashtu. Po kam qenë me Malin dhe kam thënë mos ma hajde mua me këtë gjëra këtu. Qyrizor. Ju kam thënë ne kemi qenë në korridor, bile s'mua aty te banja. Hajde Juel se nuk e ke memorie në gjë fare. Nuk e ke memorie në gjë fare. Jo, nuk e ke ti memorie që shtojmë megjithatë po them. Faleminderit që na dhe të gjithëve një shpjegim. Na dhe një shpjegim dhe na the. Unë nuk kam qenë me ty, prandaj s'kam mbajtur qendrim për ty. Atëherë Juela, asu nuk jam me ty. Edhe unë prandaj s'mbaj qendrim. Nuk mbaj dot qendrim dhe nuk mbështet zot një vajzë që është krah për krah me armikun tim kryesor në Big Brother. Ma ke kërkuar ti për ditë dhe nga 10.000 herë në ditë. Nga 10.000 herë në ditë, po ma ke kërkuar 10 herë në këtë diskutim. O Juela, ma ke kërkuar 10 herë në këtë diskutim. Ma ke kërkuar 10 herë. I ke thënë ti asaj plot. Plot u ke thënë të dyjave. Ti me gjithë Rogertin tënd. Ti me gjithë Rogertin tënd. Ti me gjithë Rogertin tënd i ke thënë plot. I ke thënë plot, po jemi njeriu më fyes në këtë shtëpi. Ku kam fyuna? Ti ku ke fyer ti? Ti fyen sa herë flet? Ti fyen që kur ngre zërin. Ku e ke? Po ikë më Juel se nuk numërohen. Nuk numërohen. Vetëm fakti që ti je krah për krah me atë njeri, ti të bën fyes. Fyerje do ti përsërisësh. Çfarë fyerje? Ku kam shau? Ku kam shau? Ai pa fyr. Lloj fyerjesh. Lloj fyerjesh, po isha përjashtuar. Për çfarë fyerjesh? Për çfarë fyerjesh ankohesh ti përballë? Isha përjashtuar. Më fal. Për çfarë fyerjesh ankohesh ti përballë meje? Që mendoj që ti je pa karakter dhe pa dignitet? Po je. Po të gjitha gjina je për keqardhje. Po je. Një njeri që tradhton veten e tij është. Për mua një njeri që